Para një qumshi nuk ka shumë ekur qumshit që ne marrën drejt për drejt nga lopë. Ju infrinjon një ekur qumshit diskotave, pra i qumshit që blej këto formulat, shikojnë sa hekur ka, por kështu diskotat shikojnë sa hekur ka. Që aty fillon një duke marrë hekur ose jo. Pastaj sigurisht kur themi që qumshi në kupton që ka kaqën, dhe kaqën e ka një lloj indikimi në atë sasinë ditore të hekurit që ne marrim, por është ndryshe kur ne japim doza mjekuse, ka aty edhe për të thithur edhe për të lënë. Po lidhje me faktin që thon, faktin ose mitin që gratë janë gjithmonë vetëm gratë prejnë nga anemia. Po kjo s'është mit, është vërtet. Gratë buhen nga mungesa e ekurit, por llojet nga anemia nga mungesa e ekurit. Sa kohë të kanë meshur nga mungesa e ekurit. Femrat kanë sepse kanë ciklin menstrual. Nuk ka ne në Shqipëri, po ka një rast kur kanë gjatësi ciklit me hemoroidet. Po ajo është e zgjidhshme sepse mjafton të eliminosh shkakun, korrigjosh pasojën, një sëmundje shërohet. Në këtë rast ne gjejmë te specialisti, rregullojmë gjatësinë me hemoroidet, korrigjojmë pasojën, në këtë rast shërohet, ndërsa femrat në vendin tonë për shkak mentalitetit kanë zgjedhur rrugën jo të drejtë. Ato pranojnë të mos marrin kontraceptiv, por të trajtojnë her pas here mungesën e ekurit. Kur vjen jashtë, bëjnë të kundërtën, marrin kontraceptiv dhe shpëtojnë nga mungesa e ekurit. Varet se çfarë strategji. Në zonë se ka një mungesë kulture në... Jo, mos e quajmë mungesë kulture, këtë lloj nuk e quajmë mungesë kulture, se edhe kontraceptivët nuk janë preparate ideale. Ka nga 10 mjetet e tyre. Të ne dominon kjo lloj mentaliteti që efektet anësore të kontraceptivit janë më të mëdha se sa nga ankesat e vazhdueshme të anemisë, edhe nga krahasim me marrjen e ekurit. Por si një femër ka mbyllur për lindjen e fëmijëve, pra është 40 vjeç, ka një cikël menstrual të bollshëm dhe do i presin derisa vi menopauzë për të ndalojnë ciklin menstrual, se aty shpëtojnë femra mirë kur bjen menopauzë. Atëherë i thonë të mbasi 10 vjet nga jeta e vet në një gjendje të lodhur, kaputur, i papërqendruar, shkon në shtëpi të gjumë. Ndërkohë kur ajo mund të ketë një zgjidhje, cilat janë zgjedhje. O do të ish kontraceptiv nga goja, që ne nuk e bëjmë, o do vendosësh kontraceptiv lokal, pra këto spiralet ose mirena. O i që mitrën, nëse pjus të pushon gjardirdhja, mitra për çfarë duhet, ne kemi mbyllur muhabet e karamale, ka që ka detyrën mitra, sa për të lindur karamale. Më pas është thjesht muhabet gjardirdhje dhe kancer. Kontraceptiv ka plot, mjek ka plot që japim, mentaliteti është i tillë që nuk duam ta përdorim.